Nuk ke ndjenja, je akull. Gerta dhe Valbona debatojnë me Gjestin, ajo e shkatërroi veten për ty. Big Brother VIP Albania 4. Tensionet brenda Big Brother VIP Albania 4 vazhdojnë të rriten dhe këtë herë në qendër të debatit është Gjesti, i cili është përballur me kritika të ashpra nga Gerta dhe Valbona pas largimit të Eglit. Dy banorët e kanë akuzuar atë për mungesë ndjenjash dhe për sjelljen e tij gjatë gjithë kohës që Egli ishte në shtëpi. Gjithçka nisi gjatë një bisede në obor, kur Gerta, e revoltuar nga mënyra se si Gjesti e kishte trajtuar Eglin, shpërtheu: "Gerta, me ton të ashpër, nuk ke ndjenja fare, je akull. Ajo vajzë e shkatërroi veten për ty dhe ti nuk e ke vrarë mendjen fare." Valbona: "Ti luajte me ndjenjat e saj, Gjesti. Të gjithë e pan, të gjithë e din. Dhe tani sillet sikur asgjë nuk ka ndodhur." Gjesti, duke buzëqeshur me ironi: "Tani unë jam fajtori për gjithçka? Egli ishte një lojtare si të gjithë ne. E mori vendimin vetë të largohej." Gerta, duke tundur kokën: "Ti se ke idenë sa e ke lënduar. Nuk është loj kjo, Gjesti. Njerëzit kanë ndjenja, jo të gjithë e marrin këtë për spektakël si ti." Debati u tensionua edhe më shumë, me Gjesti që mbrojti veten duke thënë se nuk kishte detyrim të kujdesej për askënd dhe se secili ishte përgjegjës për zgjedhjet e veta. Por Gerta dhe Valbona këmbëngulën se sjellja e tij e ftohtë ishte e papranueshme. Kjo përballje ka shkaktuar një ndarje mes banorëve, me disa që mbështesin Gjestin, duke argumentuar se gjithçka është pjesë e lojës, dhe të tjerë që e shohin atë si një person të pamëshirshëm. A do të ndikojë ky debat në raportet e Gjestit me banorët e tjerë? A do të reflektojë ai mbi akuzat, apo do të vazhdojë lojën e tij pa u shqetësuar? Mbetet për t'u parë në episodet e ardhshme të Big Brother VIP Albania 4.